Driloni pranoj që ka qef me lujt, e ka lujt mrena dhe jashtë. Po ky njeri ka qef me kon vëmendje. Planifikune sa të natën ajo. Jo, kur gjë. Pas dalun e ty poshtë, ishe knaq. Dihet botërisht tashmë se raportet mes Xhenetës dhe Drilonit brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova nuk ishin as pak të mira. Driloni u zotua se nuk do të ketë kontakte me të jashtë, por siç duket ka ndodhur krejt e kundërta. Xheneta publikoi disa biseda me Drilonin ku ai bën bisedë intime me të. Në bisedat e tyre vrehet qartë që Driloni po kërkon të ketë diçka me Xhenetën dhe madje i kërkon takim me të gjatë natës. A ke planifikune sa të natën ajo? Jo, kur gjë. Oke, ku të shkruj sa të natën, hajde del, edhe folëm kërkut shpejt, oke? U bo mos tani, veç kallëzon kur vjesh, kënjë për shtu. Oke. Hej, me ka një? Vetë, që po i kërë. Hej, Xhenet, Ha, ku je? banes, Qa po bojnë? qysh qa po bojnë? Pas publikimit të përgjimeve telefonike që rënditën rrjetet sociale, Xheneta ka reaguar zyrtarisht në llogarinë e saj në Instagram. Xheneta ka ndarë një mesazh duke theksuar se nuk kishte ndërmend të merrej me këtë situatë, por kërcënimet e vazhdueshme nga fituesi Drilon Rama dhe menaxheri i tij e detyruan të bënte publike bisedën e incizuar. Reagimi i Drilonit për këtë çështje nuk ka munguar. Përmes një video, ai ka thënë se komunikimi me Xhenetën ka ndodhur, por sipas tij ka qenë vetëm një shaka dhe lojë e cila ka ndodhur në javën e parë pas përfundimit të Big Brother VIP Kosova. Atë një ditës parë nuk i kum dasht, si qysh edhe gati këtë shqiptaria nuk i don. Po ky njeri ka qef me kon vëmendje, gjesti nuk ja japi vëmendjen, tash vjen normal te Driloni. Ai tha se në atë moment ende ndjente ndikimin e qëndrimit brenda shtëpisë së famshme dhe se bisedat nuk ishin serioze. Megjithatë, boksieri ka kërkuar falje për situatën e krijuar, duke pranuar se ndoshta ishte një gabim që nuk duhej ta bënte më. Përplasja virtuale nuk mbaroi me kaq. Pasi fituesi Big Brother VIP Kosova i reagoi Xhenetës në videot e saj, e njëjta vendosi ti kundërpërgjigjet. Po jo Drilon Rama, se me të pas dalun e ty poshtë, ishe knaq, po unë të staj pas mundësi, edhe momenti që kom une qitë qatë video, menaxheri të më ka marrë në telefon, edhe une kam që qëtë video, edhe më ka lut me fshi, po jo. Veç jom të prit hala me rajt te dhe ajma shumë, edhe m'javë qitë edhe video tjera. Edhe nuk u kam veç javën e parë që ti m'ke dhirë mu, po m'ke dhirë deri para do dite. Bile thirën e fundit e ku pas kërë m'ko në Dubai. Ajo tha se Driloni ka luajtur edhe brenda në shtëpi dhe po tenton që edhe jashtë shtëpisë të luaj njëjtë. Në lidhje me këtë situatë ka reaguar edhe Eduard Kuqi duke ironizuar me Drilonin me të cilin tashmë ka prishur raportet. Samir është bërë Instagrami, me një video mundesh me i la të gjitha gjunohat, e mund t'i lash të gjitha ndjesat, kërkim faljet, mund t'i bësh me një video, u shpreh ai. Përshfrytëzoj edhe unë në rastin mi kërku falje tonë fllanzave që i kum lyp mi dal, po s'ka ndash me dal me mu. I kërkoj dje se kum pas për lojë, kisha qef mi ju testu pak se çka po thuni. Mase që më kini thoni jo s'mi me dal, kështu që kërku i falje tonë fllanzave aty jashtë që i pas na shkru nejherë.